Ata gjithmonë din çfarë të thonë, shenjat e horoskopit me inteligjencën më të lartë emocionale. E njihni atë ndjesin kur ndihesh keq, dikush ju shikon, thot pikërisht gjën e duhur dhe papritmas ndiheni më mirë. Këta janë njerëzit me inteligjencën më të lartë emocionale. Ata nuk detyrojnë ngushëllim, nuk ja anashkalojnë emocionet tuaja, por ju dëgjojnë vërtet. Dhe midis shenjave të zodiakut ka disa që duket se lexojnë midis reshtave. Ata e din kur të eshtin, kur të bëjnë shaka, kur të përqafojnë dhe kur thjesht jenë aty. Ata nuk janë të panjohur me dëmshurin, janë empatik, diskret dhe shpesh e hamendësojnë intuitivisht se çfarë ju nevojitet. Ja shenja të cilat tregojnë se kanë inteligjencë emocionale. Peshqit njihen për intuitën dhe dëmshurinë e tyre. Shumë i shohin si ëndërimtar, por kur bëhet fjala për njohjen e emocioneve të tjerëve, ata rrallë gabojnë. Peshqit janë ata që do t'ju dëgjojnë pa ju ndërprer, do t'ju japin hapësirë të jenë të prekshëm dhe do t'ju ofrojnë fjalë ngushëllimi që nuk janë fraza boshe. Me ta nuk ka nevojë të shpjegoni gjithçka. Ata thjesht ndjejnë. Peshorët kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të lexuar atmosferën e një dhome. Qëllimi i tyre është ekuilibri dhe kjo do të thotë se do të bëjnë gjithçka që duhet për të qetësuar tensionet dhe për të lehtësuar tensionin. Kur diçka i prek, ata do të mendojnë para se të reagojnë dhe u afrojnë të njëjtën gjë të tjerëve. Ata nuk janë gjykues, jo ndërhyrës, por din çfarë të thonë dhe kur ta thonë, edhe nëse është thjesht heshtje në momentin e duhur. Gaforet janë empatik dhe të thellë emocionalisht. Kur u rrëfesh atyre, ndihesh i parë. Inteligjenca e tyre emocionale buron nga nevoja për të mbrojtur ata që duan. Gaforet nuk do të thonë thjesht gjën e duhur, do ta ndjejnë atë me ty. Kjo është arsyeja pse ata janë shpesh një shpatull për të qarë, por edhe të parët që gëzohen vërtet për lumturinë tënde. Akrepi, edhe pse njihen për intensitetin dhe misteriozitetin e tyre, akrepët në fakt kanë inteligjencë emocionale jashtëzakonisht të lartë. Ata thjesht nuk e tregojnë gjithmonë hapur. Ata mund ta ndjejnë kur diçka nuk shkon dhe kur ju e fshihni me mjeshtëri. Edhe pse nuk i ndajnë ndjenjat e tyre lehtë, ata dinë si të përballen me problemet tuaja pa u dukur të ashpër. Nuk do të merrni gënjeshtra ngushëlluese me ta, por do ta kuptoni të vërtetën me mirë kuptim. Bricjapi mund t'ju habis, por bricjapët janë inteligjent, emocionalisht të qetë. Ata nuk janë dramatik. Nuk reagojnë impulsivisht, por e din kur keni nevojë për mbështetje. Ata nuk do t'ju mbytin me këshilla, por do të bëjnë gjëra konkrete për ta bërë më të lehtë për ju. Empatia e tyre vjen përmes veprimeve, jo fjalëve, por është edhe më e fuqishme.